Në historinë e shteteve të reja, ndonjëherë shfaqet një brez i ri që sfidon të vjetrin. Në Kosovë, një nga figurat më simbolike të këtij brezi është Vjosa Osmani. E rritur në vitet e vështira të Kosovës, ajo përjetoi një realitet ku politika dhe historia përplaseshin çdo ditë. Por rruga që zgjodhi nuk ishte ajo e luftës, ishte rruga e ligjit. Si studiuese dhe profesore e së drejtës ndërkombëtare, Osmani u formua në një kohë kur Kosova po kërkonte vendin e saj në botë. Kur hyri në politik, ajo shpejt u bë një nga zërat më të fortë për demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Përkrahësit e shihnin si simbol të ndryshimit, kritikët si një sfiduese të establishmentit politik. Por në vitin 2021, historia mori një kthes. Vjosa Osmani u zgjodh presidente e Kosovës, një moment që për shumë njerëz simbolizonte ardhjen e një brezi të ri në krye të shtetit. Në arenën ndërkombëtare, ajo shpesh fjet për Kosovën si një histori rezistence dhe ndërtimi. BF Media, sepse ndonjëherë historia e një vendi ndryshon kur një brez i ri vendos të marrë përgjegjësinë.